Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Dyshoni se ju ka në bërë magji, ja si ta kuptoni dhe ta largoni nga familja juaj. Që në antikitet njerëzit kanë asur dukuri të cilat nuk i shpjegonin dot duke përdorur logjikën, e një ndërto është edhe magjia. Ajo është ndër temat të cilat provokon debate në mënyra të vazhdueshme edhe në ditët e sotme. Të shumt janë njerëzit që i besojnë asaj, syrit të kuq dhe mallkimeve. Të tjerët u tremben këtyre fenomeneve të cilat kanë një qëllim keqëdashës dhe duan të mësojnë se si mund të parandalojnë sulmin kundrejt shpirtit. Ka edhe të tjerë që asgjë e çojnë në ndërmend se magjia mund të ekzistojë. Çfarë kategorie i përkisni? Një është e sigurt, qoftë një herë në jetë keni menduar se ju ka në bërë magji. Në këtë video do ju tregojmë disa nga shenjat që tregojnë se mund të jeni të prekur nga një magji sipas Feng Shui. Përjetoni dhimbje koke të pashpjegueshme. Keni ngrënë mjaftueshëm dhe keni një problem të shëndetit fizik ose ndonjë sëmundje si për shembull ju dhem koka. Dijeni se kjo mund të jetë shenjë e parë e syrit të keq dhe magjisë. Shihni ëndra të këqija. Një tjetër simptom e magjisë së zezë janë makthet. Keni kujdes nëse shikoni në ëndër gjarpërinj, qente egër ose krijesa të cilat duket sikur kanë dalë nga ndonjë film horror. Ju dhem shumë trupi. Njerëzit që besojnë në magji mendojnë se dhimbjet e pashpjegueshme të shpinës tregojnë se mund të keni edhe një magji të bërë drejt jush. Gjithsesi mos harroni të përjashtoni shkaktarët e tjerë si përgjigje ndaj aktivitetit fizik dhe orët e gjata të qëndrimit ulur. Ndiheni letargjik. Nëse shpeshherë ndjeni të trullosur dhe të përgjumur ndërkohë që flini mjaftueshëm gjatë natës dhe nuk vuani nga ndonjë sëmundje ose mungesë vitaminash, kjo është një tjetër simptom e magjisë. Përpara se të dilni në këtë përfundim, ju këshillojmë të vizitoni dhe të bëni analizat përkatëse, pasi diabeti dhe anemia zakonisht të dalin shkaktarët kryesorë të kësaj gjendje. Nuk ndjeni më për partnerin. Nëse papritur ndjesit kundër partnerit të zemrës të ndryshojnë, keni kujdes. Pjesa më e madhe e magjive të njohura kanë të bëjnë pikërisht me lidhjet romantike dhe xhelozit që njerëzit kanë ndaj çifteve të lumtura. Ju duket sikur ju përndjek fati i keq. Nëse përfshiheni në zënk dhe aksidente, ju humbisni sendet personale dhe njerëzit e dashur largohen nga jeta juaj pa asnjë shpjegim. Dijeni se ndoshta ju kanë bërë magji. Zakonet e të ngrënit ju ndryshojnë. Besohet se magjia e zezë ndikon në mënyrën se si ushqeheni. Nëse papritur niseni të mos hani aq sa më parë, ju duket sikur asnjë ushqim nuk ju kënaq, dikush mund të jetë duke ju sulmuar nga ana shpirtërore, dhe kjo mund të jetë sipas Feng Shui një shenjë magjie. Misteret e magjisë, e cila i tejkalon kufiit e dijes të cilët shumica e njerëzve jetojnë, asnjëherë nuk janë zgjidhur. Magjia duket që ka ekzistuar për mijëra vitesh, duke përdorur energji negative për t'i bërë keq njerëzve që duam. Megjithatë, magjistarët përdorin aftësinë e tyre për dy lloje të magjive, e bardha dhe e zeza. Magjia vepron në anë të simboleve, fijeve, kërcimeve ose tingujve. Shpeshherë për gjithçka që na ndodh që nuk mund të shpjegojmë, themi se mund të na kenë bërë magji. Persona që besojnë tek magjit shprehen se disa nga shenjat e saj janë mpirje të disa pjesëve të trupit, nxehtësi në trup ose ftohje të pashpjegueshme, shpuarje në pjesën e trupit, vështirësi në të ecur, dhimbje në fund të shpinës, dhimbje në shputhat e këmbëve, dhimbje koke të vazhdueshme dhe vështirësi në frymëmarrje, shkëlqim i lartë i syve, dëgjimi i zërave të pakuptueshëm, ndjesia që po kontrollohesh, ndjesia se po të thërasin, ëndra të trishtueshme, veçanërisht me qenë gjarpërinj ose mace, njolla në trup, dyshime në çdo gjë, haresa e tepërt, humbje e dëshirës për të punuar, humbje e dëshirës për të qëndruar me njerëz, rrahje të shpejta të zemrës dhe të papritura, fillon të qash pa shkak e të tjera. Shumë persona me këto simptoma shkojnë tek mjeku por nuk gjejnë zgjidhje, edhe pse shpesh faji lihet stresit të lartë. Shumë persona shpeshherë shprehen se nuk besojnë në magji, megjithatë, frikën e saj e kanë. Nëse doni të qëndroni të mbrojtur nga këto probleme të magjisë, atëherë duhet të jeni sa më të rezervuar me njerëzit përreth.
të mos i tregoni për gjërat tuaja të mira dhe të mos i ankoheni për çdo gjë, pasi zilia është një nga shkaqet kryesore që njerëzit bëjnë magji në shumicën e rasteve. Magjia e dëshirës ka të bëjë me joshjen e ndonjë personi ose largimin e ndonjë tjetri nga partneri i tij i dëshirueshëm. Ajo mund të përballet si për shembull në këtë parim, që pa mua të mos haj, të mos pi, të mos jetoj, me çka robërohet shpirti një personi, ai njeri detyrohet që të mendojë dhe imagjinojë vetëm për një person të caktuar për ato që i ka bërë edhe magjin. Por cilat janë simptomat e lidhjes së zezë? Për një herë është diçka e jashtëzakonshme dhe e fuqishme ju të rreq ndaj një personi të caktuar, ndaj të cilit deri vonë keni qenë indiferent. Nuk mund të mendoni për asgjë tjetër, por për vetëm për të, e krahasuar kështu me ndjenjën e dëshirës të madhe për dashuri sapo të mendoni rreth tij. Të gjithëve ju ndodh që të kryeni ndryshime dhe që partneri juaj ka shumë të meta dhe të këqija, por ndryshimet e papritura mund të jenë shenjë e sulmeve të magjisë. Por le ta pranojmë. Shpeshherë, gjëra të këqija ju ndodhin njerëzve të mirë pa ndonjë arsye logjike, kur krejt nga hiqi sëmureni ose gjëra siç themi rëndomt na ecën tresht, menjëherë mos dikush na ka mallkuar. Por si ta kuptojmë nëse kjo që thamë është e vërtetë? Përpara se të listojmë shenjat e një magjie, duhet të sqarojmë diçka. Ideja e pushtimit të energjisë së keqe nuk është e pamundur, por është e rrallë. Një pjesë e mirë e njerëzve që besojnë tek magjia thjesht zgjedhin të mos përballen me realitetin dhe e lënë veten në dorë të fatit të keq. Ndonjëherë kjo është edhe jeta. Gjëra të këqija na ndodhin për arsye dhe s'mund t'i dimë. Në 99% të rasteve po u sigurojmë se jo, nuk jemi me magji. Tani le të kalojmë te shenjat sipas Feng Shui. Sëmundjet e pashpjegueshme dhe ose ndonjë shenjë në trup. Nëse kryesisht je njeri i shëndetshëm dhe krejt papritur fillon të ndihesh keq, ose sheh në trup shenja që nuk kujtesesh ku i ke bërë, mund të jetë të pushtuar edhe trupi juaj nga energjia e keqe. Mos harroni se kjo sëmundje është thjesht një reagim nga diçka që po ndodh me trupin tuaj, mendjen ose me shpirtin tënd. Nëse kësaj problemi nuk i jepni dot shpjegim, as nga ana mjekësore, do të thotë se një tjetër forcë po vepron kundrejt jush. Fati keq të përndjek. Historikisht e ke njohur veten si një njeri me fat të mirë. Gjërat krejt papritur ndryshojnë pas një arsye specifike. Ditë pas dite, ty të duhet të përballesh me situata më të vështira dhe mendon se fati keq të ka zgjidhur pikërisht ty. Nëse mendoni se ju ka në bërë mjaftueshëm edhe probleme dhe prapë se prapë s'të ka ecur, mund të besosh se dikush është të përpjekur të bëjë magji. Fati keq përfshin probleme financiare, probleme të shëndetit, aksidente, probleme të pajisjeve teknologjike e të tjera. Je e përfshirë në një luftë të shtrigave. Jo çdo kush ka energji të mirë që të na japë dritë. E vërteta është se kur ne lejojmë të futet xhelozia ose smira, energjia e keqe përpiqet të pushtojë për të dhënë edhe anën negative të tij ose të saj. Pushtohemi nga mendimet negative. Nëse e njihni veten për njeri pozitiv dhe shumë optimist dhe krejt papritur e rësohet ideja me ide të zeza, duhet të shqetësoheni. Keni parasysh se këto nuk janë mendimet tuaja, por të forcës së errët që mund t'ju pushtojnë. Gotat e thyera. Keni dëgjuar rastësisht në shtëpi copsa të gotave të thyera. Nëse po, kjo mund të jetë një shenjë magjisë së keqe e njohur për shekuj me radhë. Lidhjet që mbarojnë. Ndarjet e papritura janë një shenjë tjetër e mallkimit. Krejt papritur mes jush lindin probleme, nisin zënka për gjëra të kota dhe ju duket sikur thjesht se duroni dot me njëri tjetrin. Kjo mund të ndodhë në çdo lloj raporti, atë romantik, familjar ose platonik. Mallkimet kanë për qëllim të shkatrojnë jetën, e cila është mënyra më e mirë për të bërë këtë, përveç se duke i ndarë njerëzit që duan njëri tjetrin. Objektet e huaja në shtëpi. Këtë mos e harroni, nëse gjeni objekte të çuditshme, simbole ose e keni hasur më parë, për të cilat nuk ja dini kuptimin, bëni kujdes, qëndroni sa më larg tyre dhe duhet të mbani sa më larg objekte të tilla siç mund të jenë kukullat për lecke, fotot ose e të tjera. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të informojnë dhe të mos zhvendësojnë besimet ose atë që ju të mendoni, dhe nuk kanë për qëllim që të ndryjnë në jetën tuaj ose aktivitetet të ndryshme që bëni. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.